Marsidi ka një koment. Sot një kolegu juaj, tjetër, investigativ, Artan Hoxha, është prehur që i njëjta skuadër që ka bërë këtë vrasje në aeroport, ai thotë është po skuadra që ka bërë dhe vrasjen para 2 vjetësh në Fushkruj ndaj zotit Brillant Martinaj, një nga familjarëve të afërt të Ervis Martinajt. Madje zoti Hoxha ka deklaruar që i kam thënë edhe me emra dhe me foto ka thënë, ta persona janë një ekip shumë i rrezikshëm, vrasjes me pagesë, që bëjnë pjesë në komando ose forca speciale, të cilat bëjnë ekzekutime të tilla. Atëherë mos kemi të bëjmë me të njëjtin urdhërues nëse është i njëjti rast, duke qenë se ju jeni gazetarë investigative dhe keni më shumë dini se ne. Për këtë ngjarje apo janë 2 ngjarje që janë krejt pa lidhur me njëra tjetrën? Jo, do të ta shpjegoj, domethënë si e di unë ose si e mendoj unë. Po, e besoj domethënë kolegun Hoxha, por nuk mund të them, në krimin organizuar se ka patur shumë incidente. Po prandaj e theksova. Ka patur që arriti një moment që u bë një bursë vrasjesh. U bë një bursë vrasjesh dhe filluan madje edhe fëmijë në këtë trekëndshën që zura unë në gojë, filluan të stërviteshin sepse u kthyen në biznes, u kthyen në punë. Ka patur para goditjeve të forta që bëri Spaku, që paka shumë, o i trembi, o i ka arrestuar, o janë në kërkim, o janë në Dubai, o pokat janë në burg përgjithsisht, dhe ka patur si të themu ndërmarrje të vrasjeve me pagesë, domethënë një si fidanishte. Sepse ishte një lloj biznesi që kishte kërkesë. Treg, ofertë kërkesë. Mirë po, arritin në një pikë që ndodhen disa ngjarje në të cilat o i linin të plagosur që nuk ju interesonte atyre porositëve, ose më e keq akoma linin gjurmë. Domethënë linin fije jashtë të cilat mund të shkonin tek porositësit. Dhe atëre kjo vrasje është porositur, atëre... A kemi të bëjmë me djetët... Qoftë janë 2 organizata, njëra ka 50 milion euro, dhe një organizat tjetër ka 500 milion euro. Nuk ka asnjë diferencë. Diskutohet, po... Nuk ka asnjë diferencë kur vjen puna për të porositur ngjarje të tilla, sepse 1 milion, ai që ka 50 i bën 49, ai që ka 500, i bën 499. Tu çështja është e cilësia dhe tek ashtu. Po, mund të jetë e vërtet kjo që thotë ata, ai ka dhe informacionet e veta, sepse ka arritur sukses dhe atentati ndaj Brillant Martinajt është bërë në një vend dhe më të vështirë se kanë qenë në ecje në autostradë, në urë, etj. Vend që ka trafik gjithmonë. Dhe ai ka patur pasoja paniku tek qytetarët, tek ata që ishin me makina. Por ishte i suksesshëm dhe pa autor, dhe pa gjurmë. Kështu që është logjike që dhe ajo që thash të bëra një dinamik që krimi organizuar hoqi dorë nga këta 30.000 euro shqip. Ne kemi parë në Encrochat, e heqim qafe për 30.000 euro, për 50.000 euro, edhe 10 ka vajtur pazari ndonjëherë. E kupton, se u kthyen e tmerrshme. Kishte njerëz që e merrnin përsipër edhe për hiç mosgjë 20.000 euro ka patur pazare, që janë të dalan nga bisedat. Por... Pa mas, si s'ka ndodhur si ekzekutim? Me ishin për 20.000 për 10.000, për ishin gjitha... Do që ky grupi është në punën e vetë. Po ky grupi, në qoftë se ka fituar emër të mirë, pas 2-3 vrasjeve që s'ka lënë as gjurmë, dhe e ka kryer deri në fund. E ka kryer porosin deri në fund, patjetër që ky mund të porositet nga i njëjti grup si shteti, është logjike që ka porositur vrasjen e Brillant Martinajt, po mund të porositet edhe nga 1 ose 2 grupe të tjera që në një moment caktuar, sepse po ndodh dhe një fenomen. Po ndodh një fenomen që për shembull për bashkohen 2-3 organizata vetëm për të hequr qafe për shembull një njeri. E kupton, vetëm për këtë. Pastaj vazhdojnë punën e tyre, sepse ju përputhen interesat, ndajnë dhe pagesën, ose e rrisin pagesën që të marrin sa më profesionist dhe pastaj vazhdon. Domethënë është bërë shumë e vështirë. Po bën analizë shumë të mirë, por për mua nuk po thua thelbin vlla. Për mua, sipas mendimit tim. Thua çfarë do se do ta them Albert. Jo, unë të respektoj sepse je më i vjetri në zanat nga ne, por ti një gjë nuk po e thua që duhet ta thuash ose ma lër ta them unë.
Vlla, unë mendoj që në Shqipëri, nëse nuk e ndihmën e policisë, nuk kryen asnjë vrasje. Edhe vrasja e Briland Martinajt ka të implikuar brenda policinë e shtetit, edhe në këtë rast ka të implikuar brenda policinë e shtetit. Pse ta them këtë gjë? Ja thash dhe miqve të mi që kem studio kur po vinim këtu në emision, që nëse policia do ta kishte ndjekur makinën e autorëve nga mbrapa, autorët nga presioni nuk do të kishin mundësi ta kishin ndjekur makinën, por do ta braktisnin dhe do vraponin për shpërtuar kokën e tyre. Në këtë rast, atëherë gjendej ngelej si provë makina e padjegur. Ose në momentin që autori kryesor ndron armën, pra kur nuk i shkrep pistoleta, shkon dhe merr kallashin, tregon një lloj garancie që ka ai për ta çuar deri në fund ekzekutimin. Pra, po ta them me fjalë të thjeshta, vlla, si dhe armën këtu se s'na ndjek kush, ne jemi në rregull, po si do ta marrojmë këtë punë? Pra këtë më lët kuptoj mua. Ti po i shmangesh debat për policinë e shtetit. Këtu kemi një polici të inkriminuar, zotri, duke filluar nga Proda, nga filluar te Neritan Albati e Merall. Nëse nuk do t'i thuash këto, më lër t'i them unë, por nëse unë ta garantoj, policia e shtetit kontrollon në këtë vend, kontrollon votot, kontrollon bixhozin, kontrollon vrasjet, kontrollon trafikun e kokainës, trafikun e hashashin të vend. Policia është përgjegjëse për çdo gjë. Ministrat janë kukull, zotri. Policia është përgjegjëse. Drejtuesit kryesor Ilir Proda është përgjegjësi kryesor tani aty. Po policia thotë, këtë prisi ta thotë. Më le ta them unë pastaj. Tani ti dëgjoj një sekond. Ti the të njëjtat gjëra që thash unë, vetëm ti do të sa emra të përveç. Jo, po thuaj që policia më zotri është. Pa polici nuk vritesh këtë vend, o poli. E ke parasysh atë shprehjen që ore çka përgjegjësi Ilir Proda për këtë që ka ndodhur, patjetër më duhet të jepet edhe dorëheqje. Ore ministri, o poli, ty ka rënë të shpërgjysmuar me 50% numri turistëve për vitin e ardhshëm atë ngjarje, zotri. Vetëm atë ngjarje të nxjerrë një shtet. Agjenturat e huaja tani nuk rrinë më brapa derës. Kto marrin këto ngjarje, i fabrikojnë, i publikojnë media të vranë turizmin, të vranë ekonominë. Këtë bën agjentura. Merr atë video, publikoja gjithë pushuesve, mbaroi Shqipëria vllahiku, mbaroi. Ka që është fotografia më e keqe për ta dëmtuar Shqipërinë turizëm, ajo pamja atje. Jam shumë dakord dhe më duket sikur jemi 100% dakord, përveç se ti ke stilin tënd që do emra të përveçshëm. Po jo, pra nuk vritesh në vot policia të rje, po ti e di ça. Po policia të gjemë në 5 ditë më. Paka shumë e di, po nuk e them dot, valla, le ta gjej spaku me policin. Po jo, më nuk po them, u themi në autorët. Jemi kundër ç'pun kemi ne me emrat. Ne nuk është detyra të gjejmë emrat. Emrat i gjen institucionet përkatëse, por do të them që në këtë vend, po nuk deshi policia, nuk vritesh, zotri. Në këtë rast unë ta thash që atë shpjegova ikjen, dhe ajo nuk është ikja e parë. Atë shpjegova masat që nuk janë as për, domethënë aty duhet unë të thash pra që duhet hetuar sepse masat normale në një ditë normale aty nuk e lën atë boshllëkat. Pa e ditur që do ndodh vrasja, se po ta dini që do ndodhte vrasja, aty duhet të ishte blind. Dhe ndoshta po do ishin të rrequr. Çështja është, Almer, që kjo është një simptom. Këtu nuk kemi të bëjmë me një rast. Kjo është një simptom e policisë së shtetit, e cila ka filluar erët, por me rilindjen dhe me diram, që ti bie shkurt. Nuk ke çfarë pret, Albert, nga një qeveri, nga një kryeministër, i cili në vitin 2013, po flas që dhe ishin lodhur njerëzit me Berishën, dhe Berisha kishte shumë kosto, kishte një stil, mund të vinte opozita normal në pushtet. Ishte dhe ajo teoria e rotacionit 8 vjeçar, por ai palësi nuk vinte dot, dhe sidomos se ja politikisht ja kalojnë asaj kingmakerit të LSI-s, por unë ta garantoj dhe këtë po ta them, ta garantoj që në 2013, pastaj dhe në vazhdim, dhe në gjithë zgjedhjet e tjera, Edi Rama duke e ulur pak formalitetin, por në 2013 baza hapur fare në pushtet ka ardhur duke u lidhur, madje duke futur krimin në parlament. Vetëm të hapësh, sepse është harruar, vetëm të hapësh, të kontrollosh rrjetën e dekriminalizimit, që u vendos nga PD-ja me dhunë, e mban mend dhe me ndihmën e ndërkombëtarëve, dhe ti aty do kuptosh që lidhja e pushtetit, e zgjedhjeve e votës me krimin e organizuar dhe nëse ky oficeri policisë, ky agenti policisë, nëse ka ndihmuar në fushat, po patjetër më që do ta thosë ai se i ka thënë shefi, ka ndihmuar ministrin e Brendshëm për shembull. Patjetër,
Po kjo s'është vetëm këtu, kjo simptom. Dhe më e bukura është, domethënë që ne po t'i shikojmë gjithë këta që na dalin në kronikën e zezë, për shembull Dani. Po flas për lidhjen me politikën. Dani që u ekzekutua bashkë me Milian në 2015-ën në janë 2015 duhet apo jo në opozitë. Ja shoqëruar se i kanë prishur mitingun Vasilika Ysit tek në 2011 numër 7. Ky vet agjenti në kohën kur ka qenë PS në opozitë është përplasur nëse të kujtohet me Sajmir Tahiri, bënte freshë një protestë, ishte deputet, jo më prishë dyqanin, jo s'më prishë dyqanin. Do të them, dhe pastaj kaloi dhe në krahun tjetër, janë të njëjtët eksponent, po dhe Vis Martinaj, po dhe të tjerë tani mos i zëm në gojë i thot Berisha, sa të tjerë që si thot, sa si thot, ato që si thot Berisha i themi ne, dhe po ta plotësosh gjithë puzzlin, si majta, si djatha, si në opozit, këta janë shërbëtor, këta kanë interesa, Almer, këta kanë interesa dhe pa tjetër që shkojnë ande nga anon peshorja se ku është pushteti, ku është gradiviteti i pushtetit. Kështu që në këtë kuptim nuk ka ndonjë abi, nuk ka shumë, por rilindja ndryshe nga çdo lloj qeverisje tjetër e më pashme, arriti që e ktheu në partner krimin e organizuar, sepse Edi Rama ka patur domosdoshmëri gati jetike për të ardhur në pushtet në vitin 2013 dhe kanë këshilluar, i kanë thënë, sidomos për zonën e Veriut. Dhe i kanë thënë, ti nuk vjen dot, nuk imposh dot bastionet demokrate, pa iksin që tashmë janë, një 3-4 janë deputet. Gjithë ajo zona aty që i kishte Edi Rama, asnjëri s'është sa janë o në Spak, o në Burg, o të kërkuar. Kështu që o në Dubai. Kështu që në këtë kuptim po më ketë drejt. Një pyetje kam para se të bëj Denisi pyetje. Poli sot ishte ish drejtori përgjithshëm i policisë shtetit, u paraqit në Spak. Ke informacion se çfarë është folur, pse është thirrur? Po, dëgjoj, zoti Rumbullaku. Zoti Rumbullaku ka besoj në dijeni, nuk kam informacion konkretisht, them të drejtën. Konkretisht po kam iden për disa çështje, nuk kam konkretisht. Poli, fole për kjo paremon një zinxhir vrasjesh të tjera. Kush janë ata që rrezikojnë, ta dim paktën. Jo emra nuk duam, po gjithsesi duam. Jo, pse e mendon këtë gjë ta pyesim? Kjo është pyetja. Jo, është pyetje interesante kush janë ata që rrezikojnë. Duhet kuptojmë një gjë, domethënë, në qoftë se policia e shtetit bën sikur nuk e di. Vet ata organizatat e din në mënyrë të përpiktë nga kush ka ndodhur kjo. Emiliano Shullazi që është aty brenda dhe superaqent e ndrysh e di 100% se nga kush ka ardhur. Vetëm policia e shtetit nuk e di në thonjza. Edhe kalamajt, që rrin rrugëve me ca të fortë të lagjeve tjere kur dëgjojnë dhe po tulesh një ashtu thonë. Pse? Sepse sepse është logjika, din vazhdimsinë, din si ka filluar, din që për shembull kjo organizati ka vënë një organizatë tjetër që nuk ishte futur edhe në vrasje, por ishte biznes shumë i madh dhe është biznes shumë i madh, i ka vënë gjobën e parë, ja kanë paguar. I kanë vënë gjobën e dytë, ja kanë paguar. Kur i kanë vënë gjobën e tretë, i kanë thënë jo, nuk ka të tretë. Dhe kanë marrë masat dhe pastaj ka filluar një luftë që ka disa të vrarë. Kështu që ky është një pistë, sepse ka dhe të tjera, domethënë, për shembull, nuk ke ku e ka për shembull historinë e zhdukjes së Elvis Martinit, sepse kishte bërë aq armiq, saqë janë 1, 2, 3, 4, 5 pista ose mund të bashkohen të pesta, e ke parasysh për ta zhdukur. Dhe ky rast apo dhe raste të tjera, kështu që kjo punë kështu shkon. Poli, këtë pyetje e kam për ty dhe besoj që do ta mbyllim këtu bashk. Spak ndërkohë, ajo që shpesh bashk edhe edhe kritikojmë, po në shumicën e rasteve e mbrojmë, nuk ka zbardhur asnjë nga këto ngjarje. Mori ato të Shkodrës që ishte në mes të ditës, midis kamerave,
ku dolën domethënë detaje publike për fat që ishin kamerat aty, nuk ka zbardhur asgjë për sa i përket vrasjeve të këtij tipi. Ka zbardhur sigurisht vetëm rastet ku ka ndihmuar si indicie Skaj e Kroçeti. Si e vlerëson rolin e Spakut, ndërkohë që policia normalisht mund të ketë element pa diskutim të korruptuar, por Spakun si e shikon në këtë rast? Ja po të quaj unë ty Redi se ti e Spaku dhe je drejtuesi i televizionit aty. Çfarë do bësh ti në qoftë se gazetarët e tu poshtë në terren nuk të sjellin as lajm, as foto, as video, as intervista. Po pse qëndron ti aty pastaj? Jo, unë kam çfarë do bëj, unë kam zgjidhur. Ata prokurorët janë në zyrë dhe ata furnizojnë nga institucionet dhe unë sa po të thash që policia e shtetit i ka bërë blokad dhe shqyqyr që janë ndërkombëtarët që kanë burimet e tyre jo vetëm me Kroçatin ose pijet i kapi në Bruksel ose në Anverps, në Holland, në Gjermani dhe ata pastaj kështu. Detyra e një prokurori është të kryqëzoj faktet dhe vërtet ka zbuluar. Për krimin e organizuar Spaku ka notën 10 për mua, 9 po jap. Por dhe më shumë se korrupsioni, se kam pak kënaqësi për korrupsionin. Por për krimin e organizuar nuk ke çfarë i thua. Ke çfarë i thua, por nuk i, domethënë janë me vektor. Kanë ndërkombëtarë ato policistot në presë nga shtëpia. Kishin studio të bënin debat. Herë tjetër hajde në studio, mos rrimë nga shtëpia. Ndërkombëtarët kanë ofruar material që Spaku ka hetuar. S'ka për Spaku që vet poli. Spaku ngjarje që ndodhi mes ditës nuk i ka vetëm ato që ndodhi natën. Çfarë them unë tjetër valla? Mes ditës ngjarja e Shkodrës, ka dalë Lici aty del nga makina, i din gazetarët detajet, nuk i di ka Spaku. Po, Spaku atë ngjarje gati ka zbardhur më, është edhe shoqja dhe dashuriet aty tani mos flisi kot na. Nuk ka autor zotëri, ku janë autorët? Kush janë autorët? Tani njerëzit janë në kërkim. Kush janë autorët kur të bëhet procedimi çohet në gjykatë më Almer se ti. Po të tani ka një vit ngjarje më 2 vjet, kaq duhet më shumë kohë. Por edhe 21 janari 15 vjet ka Almer. More 21 janari nuk ka për të zbardhur ndonjëherë, po ideja është që Nesër e kemi doktorin. Nuk vi dot në studio se s'ka makinë. Polis, falenderoj shumë. Blej një makinë. Falenderoj shumë për kohën. Kënaqësi. Falenderit juve, respekt për gjithë. Të përshëndes. Marsit, kjo goditje, domethënë, në një farë mënyre, po ta lexosh, domethënë shumë qetësisht është një sfidë e hapur ndaj shtetit shqiptar. Domethënë pamje të tilla të japin perceptimin që shteti këtu ka rënë. Jemi tek zona më e sigurt, le të themi, e Shqipërisë. Ka një simbolik Redi ky atentat. Në radhë parë njëherë tregon ashpërsinë dhe ngarkesën që mund të ketë konflikti midis palës që e ka urdhëruar ose që është indatorja, që mund të jetë ekzekutorja vetë në fund të ditës dhe viktimave. Dhe para. E dyta, nuk do të thotë që shteti është për ulur, shteti mund të jetë bashkëpunëtor dhe mesazhi është që ne kemi garanci dhe siguri që ekzekutojmë këdo dhe kudo. Mesazhi që jepet. Pra domethënë për ne nuk ka të paprekshëm në asnjë vend dhe nuk ka mas sigurie që na ndalon të prekim kundërshtarët tanë. Nuk ka kush ju mbron nga ne, as vetë shteti. As vetë shteti sepse shteti jemi ne. Ky mesazhi. Ky mendoj unë që është mesazhi, po, sepse flitej për shembull në rastin e Italisë kur u ndërmorën masa speciale ndaj mafiozëve, ligjet veçanta edhe për mbrojtjen e të penduarve etj. Thuhet edhe pjesë në për filma, po madje flitet nga dëshmitë që janë dhënë nga ata që u bën pas Pentito, që Totorina për të dhënë zemër ushtarëve të vet ose bashkëpunëtorëve thoshte çfarë ligje çfarë masa speciale, ne jemi vetë shteti. Ne i bëjmë të ligje, ne i çojmë senatorët, ne i çojmë deputetët. Në ditën formë edhe kur një organizatë... Jo, sono po. Paktën të filmit që kemi parë. E dita që vlenë në këtë rast, kur një grup, se shikoj, gjithmonë kur ndërmerret një akt kriminal, mendohen në radhë parë, si thuash, lidhjet që mund të bëhen midis ekzekutimit dhe autorëve, pra që mos zbulohen. Dhe sa më rrezikshmëri të lartë ketë orari, vendi ku kryhet etj, aq më shumë rritet pazari, por edhe aq është diçka e pamundur që ta marrë përsipër. Një skuadër vrasjes ose edhe vetë një organizatë e caktuar kriminale. Kur merret përsipër në ato orë të ditës, ka qenë ora gati
mesditë, Po ora 2:14. E para, e dyta është një nga zonat e cilat, domethënë, nëse ka një gjë që kjo qeveri ka bërë reklam të 12 vite, ka qenë pikërisht turizmi. Atëherë ty po të godet, edhe ka drejt Almeri kur e ngre si problematik, me një akt i ra gjithë fasada, pjesës sigurisë, sepse gjithmonë flitej që shikon, këtu në Shqipëri nuk vitet një portofol, turistët janë sigurt sepse ka infrastrukturë, ka tjetër, ndërkohë që s'ket sigurt gjë më të rëndësishme që është jeta. Dhe ata që e marrin përsipër dhe që e bëjnë të ekzekutim e dinë shumë mirë këtë gjë, sepse nuk ka organizatë kriminale redi që nuk mendon që si do të kundër reagimi. Në qoftë se nuk do kishin. Ky është elementi i parë komprometues, që domethënë është njësoj si shkosh të bësh vrasje në bord kryeministrisë. Dy gjëra ka, ose është dikush që është totalisht jashtë kontrollit edhe totalisht njëri i cili do jetë problem që do shuhet në kuptimin e kriminalitetit, ose është dikush që bashkëpunon. Se nuk e merr njëri garancinë dhe sigurinë përsipër që të bëjë një ekzekutim si për shembull të ekzekutosh. Është si të ekzekutosh dikë me kafe të elmuar në burg. Dakor, është një vrasje që ka përmbajtje, mesazh, simbolik, connectiona, ka ndodhur dhe kjo në Itali, ndaj Gaspare Pishotës, si ka qenë krau djathi banditit senatore Giuliano. U vrau me një kafe të elmuar në burg, e su zbulua si nga autorët. Ndodhë dhe një vrasje pak më përpara, që ose kujtohet, ndaj zot Arben Leshi, dhe flitet për një organizat që jete miliona euro. Si kujton disa organizat dhe personi që tashmë ka dalë akuzuar nga Spaku, zoti Hoxha, Aurel Hoxha, ka bërë këtë gjë pa pasur bashkëpunim me policinë e shtetit, pa pasur bashkëpunim me titullar caktuar të institucionit të burgimit e tjerë. E këta gjithë në këtë rast. Problemi është tu që gjithë kjo flagrancë, gjithë kjo cënimi rendit, kjo ishte pyetja, gjithë kjo flagrancë, sa mundësi ka të zbardhet kjo? Ekzistojnë gjitha mundësi që të zbardhet. Unë redi bëj pjesë tek ata, unë e mendoj që kur ka vullnet, ligjëherë krimi mund të neutralizohet jo më shumë se brenda 24 orëve, sidomos i vend Republika e Shqipërisë, por kur ka vullnet, cila do ngjarje e rrezikshme të jetë, nëse ka vullnet realisht politike dhe ligjor, nuk duhet më shumë se sa 24 orë për të zbardhur. Janë pothuajse të gjitha bizneset aty që kanë kamera, diqet rruga, të çojë vetë faktet dhe provat e njëra tjetrat. Shikoj aty kush dikur makina, shikojnë gjithë lëvizjet e makinave që kanë dalë. Metoda pa fund. Nuk ka deri tani asnjë koment faktikisht. Kupton? Flitet të folur për një person i cili ka ruajtur brenda ambienteve të aeroportit, i cili ka qenë pa shumë bashkëpunëtor i skuadrës të ekzekutorëve. Flitet për njëri i cili është bën dini. Nuk po të ketë vullnet, mjafton një të kapësh. Nga aty fillon dhe shkon. Shiko, mjafton një dominot gjeje. Dhe shkon pastaj dominot rrezon njëra tjetrën derisa shkon te zinxhiri i lartë. Plus ajo që tha Poli është e vërtetë. Tu konfliktet midis grupeve kriminale dihen. Ska incrociati kanë nxjerrë pothuajse të gjitha konfliktet që kanë pasur organizatat kriminale në Shqipëri. Dihet që ose ka 3 kundërshtar, 1, 2, 3 dihet. Ata që kanë arati, ose ata që kanë kryer dënimin, dhe ata që kanë mundësi ekonomike të larta, sepse ky është një atentat që kushton miliona euro, nuk është atentat. Po të lexosh madje të gjithë gazetarinë investigative dhe këto lloj atentate janë atentate më të shtrenjta, se ka të bëjnë me orarin, me vendin dhe me ekipin. Se ka edhe rreziku është i madh. Rreziku se është vendi, ora ta thashë se si të vrasësh dikën në ambient të komisariatit. Qa sinjali, qa kuptimi, edhe aty komisariat është, se është komisariati afër, as 10 metra më andesh komisariati e aeroportit. Unë mendoj që mesazhi ka qenë që për ne nuk ka të paprekshëm dhe në brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, kushdo është i prekshëm dhe ne jemi shteti. Denis, kishe i koment se... Jo, nuk doja ta shumë shkurt se ka një gjë pakën... Ka përgjegjësi ministri i Brendshme, kështu mund të ishte. Jo, dua të them diçka që besoj do t'ju interesoj dhe ju në analizat që bëni. Nga kjo që ka ndodhur, siç e shoh unë, qytetari i zakonshëm ose ne për shembull, më shumë ose unë pak, kështu e konstatoj që më shumë unë kuptoj këtu që kemi një polici të pafë se sa një polici të implikuar. Duke marrë argumentet e kolegëve. Pse? Sepse është dëmtuar imazhi i policisë këtu, besoj jemi dakord. Po. Nuk ka polici që të dëshiron të dëmtojë imazhin e vet. Supozojmë që ai delegacioni që ka sjell ministrin e Maliziti të vinte 2 minuta para. Pra të ndodhte të njëjtën kohë me atë. Çfarë do të thuaj pastaj? Që ky implikimi i policisë çoi deri në rrezikimin e jetës së ministrit malazez? Prandaj unë them që nuk, sepse kjo ide se dëgjova dhe kolegët mos duhet përzihesha për shkak se nuk është natyra e gazetarisë që unë ndjek, po nuk mund thuash me këtë ngjarje që këtu kemi implikim policisë. Paktën tek kjo ngjarje. Sepse këtu duket
Dhe këtu pastaj që në një dështim kemi. Dështimi është tjetër gjë, dështimi vjen nga pavësia. Unë këtë konstatoj. Sot unë konstatoj. Ajo Europa që ne aspirojmë. Le ta çojë se unë fola shumë. Shkarkuar. Të lutem, është ajo çështje politike, pastaj është tjetër gjë. Çdo vend normal me logjikë nuk do na mbrojë të ikur me këtë ngjarje. Për çështjet e sigurisë nuk na mbron ministri, kushdo qoftë, edhe me mos tjetër. Po duroj pra të them, këtë po them. Unë nga kjo ngjarje këtë konstatoj. Ne për fat keq nuk kemi sot një polici të aftë. Ju thoni është e aftë, po s'ka dashur. Ktu s'bie dakord. Sepse këtu është dëmtuar edhe nëse doni të ju marrë argumentet tuaj që nëse ka një pikë që Rama e ka shumë për zemër është PR-i, është turizmi që tha Almeri e gjitha. Pra këtu sikur ju e bë të ditur skenari sikur policia e ka ditur po e ka lejuar këtë. Pak a shumë, se kështu e kuptova. Por nuk mund të lejonte policia nëse ka patur një mini informacion të korruptuar se ti e ke dakord njeriu që është të lutem nëse ka patur një mini informacion policia këtu po do lishem fëmijë se Edgar Hoover më pas që bashkëpunonte me Frank Costello në një vend të demokratike se bëjmë sigurisht bën çudi jo s'është dakord qofse ai drejtor policie ose disa drejtor agjentë FBI-s mund me goni gali rregull është këtë gjë New Yorku tani mos ta bëj Një sekond mos po them këtë, po them tjetër gjë. Jo, po them tjetër gjë, më të rëndur më, zotëri, po e them më të rënd. Ne sot kemi një policit pa aftë. Kjo është shqetësimi. Denis ka një person që duhet mbaj policë. Nuk është justifikim. Denis ka një person si thua për një gjyqtar që nuk ka marrë para apo e lirovi sa të beson. A ka njëri që me këto pamje nga mazhoranca se duhet parë pasoja, çfarë pasojë ka? Ka pasojë gjithë vendin modernisme. Po këto po them pra, po ata që drejtojnë vendin, ata me këto pamje, ata duhet vënë duar në kokë. Dhe janë në minimumin e nivelit të besueshmërisë sot. Prandaj po them që nuk ja bën vetvetes tjetri këtë gjë. Në kuptimin që për mendimin tim, aty unë të thash pra, imagjino që ajo eskorte e policisë do kishte qenë në të njëjtën kohë me makinën çfarë do kishte thënë? Unë se kuptoj pse na bën përshtypje kur themi që mund të ketë kompromituar policia, kur ne pothuajse të gjithë drejtorët politik, Partia Socialiste në fushat kanë qenë me eksponent kriminal. Edhe një se na bën përshtypje se ne disi flasim sikur siguria politike, ne flasim sigurisht se e di burri dhe jo tash. Siguria politike janë profesor, doktor. Ai ke pasur. Ju tha tjetër gjë. Ju tha poli provën e ke makinë tha. Ju tha tjetër gjë. Ju tha pa implikimi inkriminimi i policisë është tjetër gjë dhe është 100% dihet. Një sekond pra, ose unë në spital marr një shërbim. Kur jam i 500 e marr i pari, si e marr të shërbim, se ka marr bashkëpunim me nikën. Duhet të funksionojë gjithmonë logjika. Ka që thjesht. Duro, përmendi Poli një detaj që tha ka ndodhur një ngjarje për 60 sekonda. Është shumë 60 sekonda. Është shumë. Që thot aty kemi pavësi kokë këmbë të policisë së shtetit. Kjo është sot dhe ajo që duhet të trëm gjithë qytetarët. Dhe është bërë me një analizë e policisë, sepse e ka thirrur ajo, kupton? Ata s'din ç'të thonë tani, se e din që është një situatë që nuk ke si justifikon te publiku. Këtë pavësi. Kështu shoh, ky ishte komendim. Unë nuk shoh implikim, inkriminim është tjetër gjë që thot Marsiti. Nuk ka polici në glob që të mos jetë inkriminuar me element të caktuar. Në këtë ngjarje ku do përkohet gjithësimi si gazetar zotëri. Policia ku do përkohet? Po patjetër më ka përgjegjësi policia po them. Ore policia kush pra? Po patjetër. Ore ti kujton se dorëheqjet janë ndonjë gjë. Do të kërkohet ti dorëheqjen zotëri. Patjetër më dhe ministres, më patjetër. Ka që thjesht, mos është problemi. Ore nuk edhe një herë jetën ty si qytetar në lagje, në një zonë, nuk ta mbron ministri e zotëri. Ta mbron punonësi i policisë. Ky është institucioni që duhet të mbrojë jetën. Dhe unë fillohet Denis inspektori një sekond. Dhe unë konstatoj nga kjo ngjarje, nuk dëgjoj le inspektori i zonës apo i pallatit. Unë konstatoj nga kjo ngjarje që qytetari shqiptar nuk është i sigurt, sepse nuk e ka policin të aftë. Policia për fat keq ka përfunduar merret me gjoba. Nuk merret me punë të specializuar siç duhet merret. Ky është konkluzionim. Kaq kisha s'kam ndonjë gjë për të thënë për këtë, sepse nuk shoh në këtë rast që të jetë vetë ta ketë, sepse ka qenë perceptimi që është lejuar nga policia kjo ngjarje. Apo jo, ky ka qenë perceptimi deri tani në këto 48 orë. Po unë nuk e shoh këtë gjë te kjo pamje që po mos ishte pamje, po do ta kishim thënë që gjithë ajo zonë por këto pamje
e shfaqsojmë policinë këtë drejtim. Nuk ka implikim të drejt për drejt policisë për të lejuar, le themi, ekzekutimin e një elementi nga një vend tjetër. Por ama kjo që njeriu që është që po njeriu është tjetër gjë, pra pa ne po them, ai është emëruar, është tjetër gjë, pa ne po flasim për administratë, po flasim këtu tani. Jo. Po çfarë po thua? Është implikim. Unë po them se pa poli e ke fakt ke brenda. Siguria publike është cënuar rënd. Ky është lajmi. Nuk është lajmi aty si shkrep Karrashi si su shkrep. Siguria publike është cënuar rënd. Siguria publike cënohet në dy momente, ose kur e lejon vetë policia, që unë nuk e shoh në këtë rast, ose kur policia është e paaftë. Bindja ime është që kjo polici nuk është sot e aftë. Kjo polici e di kë kemi ne forcat e afta për mendimin tim? Deri tani përveç Reneas dhe ndonjë ku diun çfarë janë këto shqiponja se unë sa si njoh shumë si forcat e re. Nuk i shoh. Pse? Ore, fatmirësisht, po ta them edhe me kështu po e them me bindje. Shqyqyr që nuk kishte polic aty, se po të kishe parë polic, do kishe parë gallat, që polici do ishte fshehur diku pas hotelit, ose pas makinës. Dakord? Po në atë breshëri... Po çfarë rëndësie ka, po pse jashtë nuk ndodh përballë breshërisë së polici i Italisë, polici i Francës, s'ka breshëri atje. Po jo, që do mbrohet, do i dali përballë aty, do mbrohet. Kjo është temë për gazetarët e kronikës. Në vend që të bëjnë analiza të sakta, në vend dhe kjo pastaj futemi edhe ne në kuptimin që çdo gazetar duhet ta ngrej këtë shqetësim. Ora është policia e paaftë. Kjo është frika e madhe. Po kush dakord përveç po kurse kjo e historiku të ballave është tjetër gjë pastaj. Aty janë ato. Po unë po them, policia në reagim është shumë e paaftë. Do flasë në precedent. Po, fol tani. Në pjesën më të madhe të çështjeve penale, në të cilat unë kam qenë pjesëmarrës si avokati njerëz nga palëve, e diti që 8% e rasteve janë bërë duke pasur bashkëpunim me një efektiv të policisë shtetit, qoftë prodhimi i shitje narkotikëve, qoftë kanosja, qoftë ekzekutimi, qoftë parat me përqindje, qoftë ushtrimi i lërave të jashtëligjshme. Marsi të të bëj pyetje. Në qoftë se aty do ishte, të lutem, do ishte një patrull, do ishte një patrull policie, do ishte në gjendje të reagonte, kaq më thuaj. Ajo është çështje profesionale. Kjo është aftësia që kërkoj unë nga forcat e rendit. Jam dakord me atë argumentin. Nuk e heqa si presja. Unë po them që pjesa më e madhe e veprave penale që bëhen nuk bëhen pa pasur një bashkëpunim ose pa pasur një bashkëpunëtor brenda radhëve të policisë shtetit, më tash më vjen keq, se këtu jetojmë. Nuk e di pra. I dëgjojmë rastet. Apo kam gabim, themi atë që është. Njësoj si ne hajde ta diskutojmë në Shiko, tash është çështje tjetër, se unë zoti futën diskutimit kulturor antropologjik që a ka prirë shoqëria shqiptare drejt krimit ose ai pëlqen eksponenti kriminal. Po jo pastaj kjo është ecëse verifikueshme se shikon çdo zonë ku janë njerëzit më influentë. Po tani se unë këtu jetoj në Shqipëri, në Tiranë dhe ti këtu jeton, njerëzit me precedent kriminal, njerëzit që kanë influencë më të madhe. Po dakord. Inkriminimi është një fenomen që drejtuesit politik të Partisë Socialiste kanë qenë shoqëruar kudo me eksponent kriminal. Po më vazhdo ka qenë edhe Partisë Demokratike, tani ajo i ka qenë sistem pra, nuk merret dot vota po s'kishte këta. Po tani kur ai tri me shefin politik, ti mendon që ai ka të vështirë të krijojë një lidhje me një drejtor policie? Të duket e çuditshme të krijojë një lidhje me drejtor policie kur ai rri me personin që është dakord, me personin që është ministri i jashtëm, me personin që është sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste. Pa diskutim. Nuk ka. Doni t'ja themi precedentet e thjesht fare më. Ç'a janë përfolur në kohën për shembull ka qenë Partia Socialiste në pushtet para 2005-s. Emra i keni sot me ata që kanë qenë eksponentë lart Partisë Socialiste bëjnë biznes, kanë hotele. Mjafton vetëm se e kanë dhënë nga vëmendja medias. E njëjta gjë vlen edhe për Partinë Demokratike, e njëjta gjë vlen edhe për këta që janë sot. Edhe do i shikoni në basa vitesh. Janë mërzotri. Ai drejtuesi policisë është inkriminuar. Nuk ka drejtues policie që të pranojë këtë skenar. Nuk ka. Nuk e njeh fare policisë. Okej, lidhja ime është për perceptimin nga jashtë, sigurisht që se njoh, po unë nuk besoj që të ketë zyrtar policie që të lejoj këtë skenar që ndodhi këtu. E di ku do ta themi jam se mbase nuk e di në Meksik më ke deton në policisë ndan në feudet nëpërmjet familjeve kriminale. Nuk është këtu. Nuk është në Meksik Shqipëria, mos e mos. Ke shumë gabim, do të thotë kjo është sipas burimeve. Kjo është se kujtoa në deklaratën e doktorit që i tha me ambasadorin që i tha, nuk ka shtet evropian që të pranojë deklaratat tuaj, tha ai, sepse Shqipëria është narkoshtet.
dhe ka drejt ambasadori, nuk është narkoshtet Shqipëria. Po ta them unë që këto janë retorika diskutime, ministri i grupe kriminale ka, jo narkoshtet, mos i ngatroni gjëra tani. Mos e bëni Shqipërinë Kolumbias Meksik. Makinën atij që mos prekej. Ora do të flasim nuk flasim me flet dosja. Po mushkonja dosja, po mushkonja. Lëri më mushkonja, unë po them sa mushkonjat janë më se okay, që aty të pak nuk e implikon dot policinë. Erdhën ata dhe u morën me grupet, por sot në Shqipëri duhet dim historikun që arrim të ngjarje. Nga 2013 e mbrapa, Sajmir Tahiri është njeriu kyç që ka bashkëpunuar me këto grupe dhe me këta njerëz që u vras sot. Ka mbajt afër ai zotria. Do t'jap 2 detaje unë që mos zgjatem shumë. Pse lidhja Sajmir është në pension tani çfarë? Aty pra gjeneza. Sajmir Tahiri është i pari ministër që i hipte skafit mbushur me hashash dhe e çonte ditën e brindisi zotri. Shiko, ky është, jo bash e vërtet, se shkapur nga Guardia di Financa ke dosje. Me skaf për qef, jo për me kanabis. Shkonte të mbushur me hashashe. Ja Sajmir Tahiri. Makinën e tij me 3 teta e përdorin habilaj dhe çonin hashash. Në rregull, policia e shtetit numëronte bimët zotri. Do them një gjë që ka brenda logjikës. Policia e shtetit, ora, do themi spekulime tani. Policia e shtetit a kishte dieni për partilat me hashash në këtë vend apo jo? Po mirë, po normale që kishte dieni. Po tjetër gjë ajo, po tjetër gjë në ore zotri, kupton që dallon dot kanabisin me vrasin ti. Po dalin minutë. Vrasja është akti më i rëndë që ndodh në shoqëri zotri. Nuk ka polici të shtetit që të edhe sikur është edhe kur është implikuar nuk dëshiron kurrë që të ketë vrasje. Unë besoj akuzat tani Berisha. Sot që flasim ne thotë që për drejtorin e policisë të shtetit janë paguar 6 milionë euro nga grupet kriminale. Tani këto janë akuzat lidrit të opozitës. Nuk e mbron dot policinë Odenis kështu, por nuk është e ndeshme ta mbrosh për zotin. Unë mbrojtja policisë. Unë thash gjë më të rëndë. Nuk je afër mbash rendin e të sigurisë publike, ka që thjesht. Ti je pa afër, është tjetër gjë se sa ti je më djallëzuar e përfshirë. Si e djallëzuar? Ore djallëzuar edhe një herë, këto po të them pra. Ish drejtori i policisë shtetit. Ishte sot në Spakë, dini pse ishte në Spakë ai? Po nuk e di edhe se më intereson, po dëgjoj pak se po jo më ky duhet dëgjoj Altin Dumani se nuk është i vëmendshëm fare më, po nuk është i vëmendshëm. Altin Dumani ka deklaruar në 2 daljen përballë komisionit ligjeve edhe parlament që neve nuk i besojmë policisë shtetit që nga momenti që ne na trautoi në dosjen metamorfoza apo një çishte dosja tjetër që do kapnin një grup se beson atë Altin Dumani kur thotë kemi skrahasot fare puna që kemi bërë tani me punën e krimit të rënda por nuk është puna e Altin Dumanit ajo është punë institucioneve ligjzbatuese të vendeve partnere që ka sjellë këto dosjet na merr heto këtu o Denis duhet të diçka policia e shtetit sot Spaku kur kreu atë operacion e madh, u tralltua nga brenda policisë shtetit dhe asnjë nga ata të implikuarit kokat e mëdha të krimit nuk u kap. Pse nuk u kap? Sepse të gjithë këta eksponentët e lartë policisë shtetit janë të lidhur me këto bandat që administrojnë territore të caktuara në çdo qytet. Ti e di që në çdo qytet ka një grup kriminal të caktuar i cili është përfshirë dhe prodhon vota. Ti e di këtë gjë apo jo? Jo të ngeli mbaj debatin këtu, mba këtu më shiko, ti e di. Çfarë lidhje ka kjo me temën? Unë po të them tjetër gjë pra. Do të them të gjë që policia e shtetit nuk përjashtohet nga përfshirja në ngjarje kriminale. Është tjetër gjë trafiku dhe tjetër gjë vrasja, edhe një herë po të them. Trafikun e heqim ne. Orsin e Durrësit e heqim, bananet e heqim. Po të them një gjë. Në për të bërë trafik në një vend, padyshim që ka duhen elemente inkriminimit të policisë, se nuk e bën dot posje. Dakor? Në asnjë vend botës, jo vetëm në Shqipëri. Dakor? Por kur vjen puna tek vrasja, siç mund të ketë për shembull të marr një rast nga një vend i perëndimor si Bashkimi Evropian ose në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ti kujton që andej nuk lejohet trafiku nga policia? Patjetër. Në rregull. Por ama atje nuk lejohet që policia të jetë implikuar dhe të çojë në vrasje njerëzish. Ky është dallimi. Denis, ne kemi parë një gjë është në Shqipëri. Ku në Shkodër thoshte grupi caktuar ne na duhet 2 muaj ai drejtori këtu. Fal thuhet tamam ore te Grasi Martina, flite që ishte 8% e drejtuesve të policisë në listën e rishfeteve tash. Po, doli Ardi Veliu me 30.000 euro në muaj më duhet. 8% e drejtuesve të policisë shtetit. Çfarë do më shumë? Okej. Duhet verifikuar ndërkohë. Jo më ka dalë ne këto s'ka çfarë. Do më dërgoj se çfarë ka dalë në këtë vend, po kalojmë, nëse s'kemi ndonjë koment tjetër, Almer, nëse shiko, komenti që kam unë pak a shumë i thash në atë debatin që pata me kolegun Minga është që për mua, për mendimin tim, unë besoj, pavarësisht kolegës çfarë mendimi ka, unë besoj që policia e shtetit është e përfshirë vetëm me 2 detaje që përmend Apolit. Nuk mundet, sepse ka një gjë, kur ndodh një krim, le ta marrin ekspertët e psikologjisë. Ekspertët që mund të analizojnë të gjithë detajet dhe lëvizjet. Dhe unë mendoj që truri kur vepron,
ka një lloj qetësie absolute në mënyrën kur si e kryen veprimin. Dhe ata kur kryejn veprimin, po ta analizojmë me pamjet, ai është shumë i qetë kur nuk i shkrep arma, pistoleta, kthehet shumë i qetë, nuk trëmbet, nuk ndjeti friksuar që largohet. Po armët që i bien nga duart se ajo mund të jetë në një pasiguri e momentit dhe këta janë njerëz të patrajnuar. Ai i cili ka qitësi kryesor, i bie nuk i shkrep pistoleta, po pra se një qitës kryesor është aty. Qitësi kryesor, po ta shikosh, nuk i shkrep arma, po nuk i shkrep arma. Shkon, kthehet, merr armën tjetër. Kjo çfarë nuk kupton kjo? Që ai u kthye. Po, ai në konsciencën e vet na thot neve me këto veprime, ai në konsciencë e ati tregon që ne duhet ta mbarojmë